aq më tepër edhe në kish. Në fakt është vendi mi i përshtatshëm për të folur, sepse ne besojmë fuqimisht që kisha ka për të ndikuar botën, edhe kisha duhet jetë kreu i shoqërisë dhe jo fundi i saj. Ne besojmë si besimtarë të krishterë dhe jo vetëm si bashkësi nxënësit e Jezusit, që ne jemi të thirrur për një standard moral të pakrahasueshëm me atë se çfarë bota na ofron. Ju keni lexuar dhe bashkë kemi parë shumë vargje gjatë gjithë kësaj serie se çfarë lloj standardi Krishti vendos me mësimet e tij për sa i përket edhe këtyre temave. Sot është java e 4 edhe ne do të flasim për keni marrë fletët tuaja teksa jeni futur mbrojtjen e Zotit për martesën. Edhe do të shohim edhe pak specifikisht, do t'ja u them unë përsëri, çiftet janë në konferencë në Durrës, se kemi thënë ja 3-4 herë deri tani. Për ju që nuk keni shkuar, ata do të kishin një darkë disa orëshe shumë të bukur sonte. Vjen keq që nuk keni shkuar nëse jeni çift i martuar, por nëse jeni këtu do të mësoni disa gjëra, jo për seksin përpara martese dhe si trajtohet e gjithë kjo, por t'jeni të aftë dhe t'ja u mësoni të tjerëve. Për mua është shumë e thjeshtë. Kur flasim për seksin përpara martese, mos e bëni. Ika unë. Vetëm po t'ishte çdo folës gjatë sa jave ka qenë është një çik temë sikletshme për çfarë do të jem duke folur. Edhe sidomos ne në kulturën shqiptare që e kemi shumë të vështirë për trajtuar tema të tilla në shoqërinë tonë. Ne flasim, e kemi shumë të vështirë për të trajtuar tema të tilla në familjen tonë. Kështu që teksa kemi përmbledhur këto 3 seri, jemi tek e 4-ta e fundit sot, dhe nëse flasim për mbrojtjen e Zotit për martesën, unë do ta kisha shumë të thjeshtë sonte të përsëritja fjali dhe të vërteta që janë thënë nga 3 javët e fundit. Në qoftë se do të flisja se si është plani i Zotit për mbrojtjen e martesës dhe për ruajtjen e martesës, do të kuotoja Robertin që në javën e parë që ne duhet të jemi të pastër dhe Zoti na thërret që të jetojmë sipas vullnetit të tij. Do shkoja prap tek Landi në mënyrën se si ne zgjedhim partnerët tanë dhe sa të kujdesshëm që jemi dhe se si të kalojmë përmes një procesi i cili është i perëndishëm. Do kthehesha përsëri tek Voni javën e kaluar, ku tha foli për kurorshkeljen dhe me patjetër a është plani i Zotit për mbrojtjen e martesës që ne të luftojmë kundër këtij fenomeni dhe homoseksualitetit, me patjetër. Kështu që do ishte e thjesht vetëm të qëndroja dhe të flisja për çfarë është thënë gjatë tyre 3 javëve, por me hirin e tij le të qëndrojmë së bashku edhe le të shohim disa gjëra që unë nuk do doja të konsideroheshin që vinin prej meje, por që vinin prej fjalës së tij. Le të lutemi përpara se të vazhdojmë. Perëndi i dashur, të jemi mirënjohës. Të jemi mirënjohës për dashurinë tënde dhe të jemi mirënjohës për hirin tënd. Të jemi mirënjohës që ti na thërret për një standard krejt të ndryshëm edhe shumë të lartë nga ai se çfarë bota dhe shoqëria ku ne jetojmë sot ofron. Unë të lutem Zot që ne do të mësojmë për fjalës tënde, do të mësojmë të vërtetat për fjalës tënde, edhe kur ato nuk na duken të pëlqyeshme në ditë të shpeshta dhe situata të shpeshta në jetën tonë. Unë të lutem që ne do të dorëzohemi sot edhe do të përpiqemi që të kuptojmë dhe të bindemi. Ne mund të lexojmë, ne mund të shohim, ne mund të vëzhgojmë, por unë të lutem që si rezultati drejt për drejt i asaj se çfarë vjen prej teje, unë të lutem që ne do të bindemi Zot ndaj fjalës tënde. Nuk ka asnjë kuptim për ne për të qëndruar javë pas jave, të ulur në karrige për të dëgjuar dhe për të tundur kokën dhe për të thënë po, ka shumë të drejtë, por unë të lutem Zot që ne vërtet do të bindemi. Në emrin tënd lutemi. Amen. Kur flitet për seksin jashtë martesës sot në shoqërinë shqiptare, ju të gjithë e dini edhe që jeni pjesë e shoqërisë shqiptare se si ndër vite ka evoluar qoftë biseda për këtë temë. Seksi sot mund të konsiderohet thjesht normal, i domosdoshëm, pa kuptim, një nevojë, diçka emocionale, diçka thjesht fizike, konceptet, vektor të ndryshëm vinë dhe përplasen me njëri tjetrin, edhe ne si shoqëri, sidomos në brezin e ri, unë jam i përfshirë për ju që nuk e dini, direkt me shërbesën e adoleshentëve të bashkësisë tonë, edhe me disa të tjera në Tiranë, edhe ka një ndryshim radikal se çfarë mendonte brezi im për seksin paramartese kur unë isha në gjimnaz, që mua nuk më duket vetja sikur jam shumë i vjetër. Unë jam vetëm 27 vjeç, edhe është kaq ndryshe vetëm me brezin tim,
Lemë pastaj ju që jeni 35, 40 dhe më sipër një ndryshim radikal i mentalitetit. Për mënyrën se si trajtohet, për mënyrën se si flitet. Ne kemi një standard që nuk ka ndryshuar këtu e 2000 vjet më përpara. Nuk ka rëndësi se si konteksti i kulturës vjen apo shkon, Bibla është standardi që ne kemi. Tani lufta bëhet më e madhe kur forca opozitare ose kundërshtuese kultura jon thjesht ndryshon. Për ju që keni jetuar një pjesë të jetës tuaj në komunizëm, ju e dini se si mund të trajtojë imoraliteti në atë kohë. Dini se si shkalla e divorcit në atë kohë ishte shumë më ulët, ndërsa sot është bërë thjesht diçka normale. Dini se si ka ndryshuar mentaliteti dhe i gjithë koncepti, qoftë edhe vetëm në të folur edhe më pastaj në bindje. Kur flasim për mbrojtjen e Zotit për martesën, duke marrë në kontekst seksin përpara martesës, unë doja t'ju vendosja vetëm në një parantezë ose në një shembull, të cilin ju mund ta konsideroni dhe unë do t'i kthehem përsëri në fund. Do t'i thoja që është një fenomen që do t'i bënte jetës tuaj një dëm të konsiderueshëm. Dhe si dua ta pikturoni këtë gjë, nëse doni të ngrini një shtëpi me 2 kate. Doni të ngrini një shtëpi me 2 kate dhe keni hedhur themelin prej betoni. Çdo shtëpi e fortë ka nevojë për një themel prej betoni. Dhe pastaj katin e parë keni vendosur ta ngrini me dru. E keni ndërtuar katin e parë komplet dru, duket aq bukur, dhe pastaj i hidhni katin e dytë beton prap. Edhe ti e sheh, edhe çatin sipër edhe duket shumë bukur. Xhelo do thoshte që do kalojnë 5-10 vjet, jo 50, 5 deri në 10, sta do filloj edhe ai kati prej drurit do filloj edhe do plas, do filloj edhe nuk do të arrit të mbajë dot peshën e atij katit të dytë që është prej betoni. Këtë ka potencial që të bëj seksi përpara martese për jetën ose martesën tuaj. Mund të jetë diçka që ju nuk do t'i shikonit në asnjë moment direkt efektet e drejt për drejta, por me kalimin e kohës po. Në fletat tuaja që keni marrë, pika e parë e bisedës tonë për sot është, seksi është plotësisht përmbushës në kontekstin që Perëndia e ka krijuar. Kontekstin që Perëndia e ka krijuar plus normën e kulturës tonë që ne kemi vendosur sot del një përzierje e cila nuk është shumë e qartë. Zoti e krijoi njeriu që njeriu të lindet dhe pastaj të jetë një fëmijë dhe pastaj të jetë një adoleshent, edhe e vendos në martesë ku plani i tij për konsumimin e aktit fizik më të lartë të intimitetit që është seksi të kryhet në martesë. Ky është plani i Zotit dhe ky nuk ndryshon në as edhe një moment. Ky nuk ndryshon që kur Zoti e ka krijuar njeriu, Perëndia tha, burri dhe gruaja do të bashkohen dhe do të bëhen një në kontekstin e martesës. Dhe po flasim për një beslidhje të krijuar mes burrit edhe gruas. Ju keni dëgjuar shpesh diferencën mes një kontrate edhe një beslidhje. Beslidhja është shkalla jo thjesht më e lartë e kontratës, se një kontratë nga një kontratë tjetër për gjithë ju që merreni me punë të tilla mund të jetë, do t'i shkaktojmë, do t'i vendosim shumë detaje që të bëhet më e komplikuar, është një kontratë A, është një B që është më e komplikuar. Beslidhja është diçka shumë më e lartë se sa një kontratë. Kur Zoti e vuri seksin në kontekstin e martesës, ai e dinte se çfarë po bënte. Kur ne fillojmë si kulturë dhe e shtrembërojmë këtë të vërtet, ajo se çfarë ne bëjmë, thjesht ne humbim plotësinë e bekimit që Zoti ka për jetën e secilit prej nesh. Në fakt, po të lexojmë nga para Korintasve 10:13, ne lexuam që seksi është plotësisht përmbushës në kontekstin që Perëndia e ka krijuar dhe ky në as edhe një moment nuk është jashtë martesës. Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, thuhet tek para Korintasve 10:13. Përveç se tundimit njerëzor. Por Perëndia është besnik dhe nuk do t'ju lejojë që t'ju tundojnë përtej fuqive tuaja. Por me tundimin do t'ju jap edhe rrugdalje që ju të mund ta përballoni. Edhe po të takosh njerëz sot, të gjithë do të thoshin, po shiko, kultura ka shkuar aq, çdo gjë ka evoluar dhe thjesht kjo nuk mund të jetë më e vërtet. Të flasësh sot
në kulturën e brezit të ri, që po përpiqesh që të ruash veten tënde, që të ruash virgjërin deri në martesë, kur ti do të jesh 25, 26, 27 vjeç, 28, 29, 30, sado që të jesh, ty do të thonë, ti je kokra idiotit. Si seriozisht e ke ti? Do me thënë, unë besoj plotësisht edhe Biblia e thot shumë të qartë, seksi është i dhënë nga Perëndia për të përmbushur martesën. Nuk ka asnjë kontekst të jashtëm krahasuar me këtë. Por unë dua t'ju them diçka. Ju mund të njihni njerëz, ju e dini si është kultura shqiptare, po u fejove tek ne, je martuar, dhe në momentin që fejohesh janë takuar prindrit, kjo është tipi martesës për ne në Shqipëri. Kur fejohesh, shkon tek shtëpia të fejuarës ose anasjellësi dhe shikon që dhomën ta bëjnë gati bashkë. Po ju ku do flini? Po unë do fle këtu poshtë, kjo do fle aty lart. Jo, si do vini? Ama guxo dhe hajde kërkoje para se të fejohesh. Qoftë për kafe. Kjo është diferenca. Kultura shqiptare është deri përpara se të fejohesh, është shumë e vështirë edhe qoftë të dalësh për kafe apo të deklarosh që ke një lidhje. Por në momentin që fejohesh, dhe kjo në fakt vjet edhe në familjet, ndër familjet më konservatore të shoqërisë shqiptare. Ndër familjet, në momentin që ti ke deklaruar fejesën edhe janë takuar prindrit, atëherë ti je martuar. Nuk është mëkat që të çon në ferr. Pra o them prap, seksi nuk të çon në ferr, po ka një shans të mirë që ta bën jetën ferr. Pra o them prap, seksi përpara martese nuk të dërgon në ferr, sepse Biblia flet qartazi që i vetmi mëkat që nuk falet është blasfemia kundër frymës së shenjtë. Çdo gjë tjetër falet. Jini pak të kujdesshëm me hirin e Perëndisë. Perëndia me të vërtet na ka dhënë ne hir, por ne jemi shpesh abuzues të këtij hiri, duke menduar dhe duke pretenduar që Zoti ka për të na falur gjithçka, jepi. Pali thot gjithashtu provojnë të gjitha, por ruani më të mirën, sepse jo çdo gjë është e dobishme. Kështu që mënyra se si seksi përpara martesës do t'ja u bënte jetën ferr janë disa. Unë e di personalisht shumë mirë këtë gjë. E di shumë mirë sepse në shtëpinë time sot, unë e kam ndarë këtë histori përpara 2 vitesh me ju, ne kemi një nip. Ne kemi një nip që nuk e ka njohur asnjëherë babain e vet. Jeton me prindrit e mi, a jemi ne të bekuar për shkak të këtij fëmije, e dua sa më s'ka. E duam të gjithë aq shumë, por është edhe nuk ka fëmijë të jashtëligjshëm, ka vetëm prindër të jashtëligjshëm, që thjesht jemi të qartë lidhe me këtë. Ne jemi kaq të bekuar për Joelin, për nipin tim që Zoti na e ka dhënë, por është produkti një gabimi të motrës time kur ajo thjesht ishte e lidhur me një djalë. Nuk ka asnjë shans që ju të mund të ngeleni shtatzan në qoftë se nuk bëni seks përveç se po të jeni Maria përpara 2000 vjetësh. Nuk ka asnjë shans tjetër që ju mund të prekeni nga sëmundje seksualisht transmetueshme, në qoftë se nuk kryeni marrëdhënie seksuale. Dhe nuk ka dhuratë më të bukur që ti mund t'i bësh bashkëshortit ose bashkëshortes tënde të ardhme se sa pastërtia jote deri në martesë. Për aq kohë sa Perëndia ka krijuar të jetë e tillë, nuk ka negocim që kështu është, edhe kështu duhet të jetë. Nuk ka asnjë faktor kulturor, nuk ka asnjë faktor hormonal brenda nesh që mund ta rrëzojë si tezë për shkak sepse Perëndia e ka krijuar që të jetë e tillë. Ju do të thoshit, po shiko, unë njoh njerëz të cilët kanë kryer marrëdhënie seksuale përpara se martoheshin dhe rregull janë ata. Po e keni parasysh atë vërtetimin e antitezës në matematikë që teza rrëzohet po gjetet vetëm një antitezë, edhe unë sapo ju dhash një. Dhe ju e dini shumë mirë se çfarë ka, qoftë brenda kishës, qoftë edhe jashtë kishës. Edhe është shumë e vështirë, e bën gjithçka shumë të vështirë. Të ecësh dhe të kryesh veprime të ndryshme në jetën tënde që janë qartazi jashtë vullnetit të Perëndisë për jetën tonë, thjesht do t'ju bënte ju që të humbisnit një numër të madh bekimesh që ai ka për gjithë secilin për jush. A ka shpresë? Po.
Gjithmonë ka shpresë. A do të falë Zoti ty? Po. A je duke kërkuar ti që të jetosh plotësisht sipas vullnetit të tij? Kjo mbetet vetëm tek ti. Çfarë dua që të kuptoni është që në një moment caktuar kur ju keni për të vendosur, edhe vështirë është, vështirë ka për të qenë gjithmonë. Unë dua që të mendoni gjithmonë për personin që jeni të lidhur, për të fejuarin apo të fejuarën tuaj, për atë që do të keni të fejuar apo të fejuarën tuaj. Dua që ta ruani tjetrin ashtu si do të doni që të ruani veten. Ajo se çfarë ju do të bëni në tashmen, në fakt bëhet e shkuar që do të reflektohet direkt në të ardhmen. Kur ti në tashmen bën një veprim, në një moment mandej ajo thjesht do të bëhet e shkuara jote, por që do të reflektohet në të ardhmen tënde. Seksi përpara martese ka për të çoroditur jetën tënde për shkak të shumë problemeve. Ti fillon edhe krahason njerëzit. Ti fillon edhe, por jo, nuk më kënaq kjo për shkak sepse kjo tjetra ishte ndryshe, për shkak sepse kjo tjetra ishte ndryshe. Çdo gabimi i vogël apo i madh që ne bëjmë në të tashmen, bëhet e shkuar që në një moment do të reflektohet në të ardhmen tonë. Edhe ju e dini, kur shikoni në një person të rritur dhe thoni, kjo është duhet të jetë rezultati diçka që ka ndodhur në fëmijërinë e tij. Ky është një problem, po duhet le të kthehemi mbrapa tek familja e tij. Çfarë ka ndodhur me familjen e tij? Gjërat që bën në të tashmen bëhen e shkuar, por që reflektohen në të ardhmen. Dhe unë nuk dua vetëm të qëndroj në pikën mos e bëj, pas nuk do them bëj, që të jemi të qartë. Por, ajo se çfarë Zoti thërret gjithë secilin për nesh në një thirrje akoma më të lartë për të jetuar sipas vullnetit të tij, është kjo, dëshira e Zotit për jetën tonë. Dëshira e Zotit për jetën tonë është shenjtëria. Zoti do që ne të jemi të shenjtë. Sa për ju keni qejf që të dini vullnetin e Zotit për jetën tuaj? Të gjitha? Sa për ju do ta ndiqni mbasi ta zbuloni? Lexojmë bashkë te para e Thesalonikësve, kapitulli 4, 3 deri në 5. Është kaq e thjeshtë. Sepse ky është kush? 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 Jeni gati? Sepse ky është vullneti i Perëndis. Në gjunjë, në darkë, Zoti më tregon se kush është vullneti jot. Në drekë, duke ecur në pushimin e drekës në punë, Zoti më tregon se kush është vullneti jot. Në darkë, unë gabova se skuptova dot vullnetin tënd. Zoti më tregon se kush është vullneti jot. Sepse ky është vullneti i Perëndis. Shenjtërimi juaj. Të hiqni dorë nga kurvëria, që secili prej jush ta mbajë në vetë në shenjtëri dhe me nder, jo me pasione epshi. Fjala origjinal, në origjinal e fjalës kurvëri në këtë rast, është pak ndryshe nga ajo që ne rëndom e përdorim në gjuhën shqipe. Është çdo akt seksual jashtëmartesor edhe përpara martese. Ky është vullneti i Perëndis për jetën tonë, shenjtëria. A doni që të ruani veten tuaj? A doni që të ruani një thesar të çmuar që keni për të zbuluar në kontekstin e duhur? Qëndroni në vullnetin e tij dhe ecni ashtu si Zoti do që ju të ecni. Sepse ky është vullneti i Perëndis, shenjtërimi juaj. Që secili për jush të di ta mbajë në vetë në shenjtëri dhe me nder, dhe jo me pasione epshi. Tek e para Pjetrit, 1:15 deri në 16 lexojmë. Po ashtu si është i shenjtë ai që u thirri, të jini dhe ju të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj, sepse është shkruar, jini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Zoti nuk na jep, ne lexuam që në fillim fare në vargun e parë që lexuam, është nuk ju ka gjetur juve, Zoti nuk ju lejon t'ju të ndojnë asnjëherë për te mundimeve tuaj. Dhe pjesa e fundit e vargut më pëlqen shumë sepse thot, por me tundimin do t'ju jap edhe një rrugdalje. Nuk mund të dilni në asnjë moment përpara Zotit dhe të thoni nuk kisha nga t'ja mbaja. Më vjen keq për këdo që do të thoshte një justifikim të tillë përveç se rasteve të rënda të përdhunimit, që janë të dënueshme rënd edhe me ligj, por një veprim në vullnetin e lirë tuajin nuk mund të vini asnjëherë përpara Zotit dhe thoshin
nuk isha nga t'jambaja, thjesht ju dorëzova vetes time. Ky nuk është justifikim. Lexojmë pak se çfarë thuhet tek Romakëve. Romakëve 8:5 deri në 8. Sepse ata që rrojnë sipas mishit e çojnë mendjen në gjërat e mishit, por ata që rrojnë sipas frymës në gjërat e frymës. Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, por mendja e kontrolluar nga fryma prodhon jetë edhe paqe. Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndis, sepse nuk I nështrohet ligjit të Perëndis dhe as nuk mundet. Prandaj ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndis. Më beso, e vetmja gjë që nuk do duash ndonjëherë është armiqësi me Perëndin. Është forca më e madhe e gjithçkaje që ekziston. Është krijuesi I gjithçkaje që ekziston, është zotëruesi I gjithçkaje që ekziston. Dhe të vetmen gjë që ti nuk do të doje është të kesh armiqësi me Perëndin. Ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndis. Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndis. Për aq kohë sa ngelet një çështje debati kaq e madhe, unë dua t'ju them vetëm këtë gjë duhet mbani mend. Ju thash edhe më përpara, nuk do shkoni në ferr nëse bëni seks përpara martese, por dua t'ju tregoj se çfarë ndodh kur kjo ndodh. Njerëz, sipas në bazë të studimeve të ndryshme, 22% e njerëzve të anketuar e kanë konsideruar marrëdhënien e tyre më stabil kur kanë pritur për të kryer marrëdhënie deri në martesë se sa ata që kanë kryer këtë gjë më përpara. 22%, kjo do thotë 1 në 5 çifte. 20% të tjerë e kanë konsideruar të gjithë procesin edhe kënaqësinë e marrëdhënieve seksuale në martesë më të lartë se sa ata që kanë konsumuar këtë përpara martese. Dhe 15% prej tyre kanë një komunikim edhe një stabilitet me njëri tjetrin më të lartë se sa ata që kanë pasur këtë përjetim përpara martese. Dhe ne përsëri mbetemi mes një zgjedhje. A do më të mirën apo do këtë që është më e keqe? Gjithmonë ka për të mbetur në këtë pikë. A je gati që të pranosh, që të ecësh sipas vullnetit të Perëndis për jetën tënde, për të mos humbur bekimet e jashtëzakonshme që ai ka për ty? Nuk do të vi kush edhe do të thotë, shiko, ke bërë seks përpara martese, do të martohesh, s'bëhet fjalë. Ti s'ke për t'ia dalë fare. Risku është shumë I madh për probleme të mëdha nëse gjërat nuk janë në vendin e duhur. Kultura jon, njerëzit që jetojnë kulturën tonë thjesht I kanë bërë brapsht. Dhe këto janë problemet e mëdha që sillen dhe lindin edhe pastaj që reflektohen në të ardhmen tonë. Është vështirë të presësh? Po, është goxha vështirë të presësh. Me patjetër. Që të marrësh atë se çfarë Zoti ka në plotësinë e vullnetit vet për ty, është diçka që nuk përsëritet as edhe një herë. Ndërsa ne qëndrojmë edhe vetëm duke ju thënë që mos e bëni këtë, po çfarë të bëni? Po mos e bëni. Le të lexojmë pak Filipianëve 4:8. Gjithçka vjen nga mendja jon, e cila zbret në dëshirën e zemrës tonë, e cila përkthehet në një veprim fizik tonin, I cili pastaj shkakton probleme. Duke nisur që në pëlqimin e Perëndis, që në vullnetin e Perëndis për jetën tonë që është shenjtërimi jon, tek Filipianëve 4:8, Pali I thot kishës në Filipi: Së fundi vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, dhe nëse ka ndonjë virtyt, dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Edhe një herë nga fillimi. Të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe ndonjë lëvdim, këto mendoni. Në qoftë se do që të shijosh harmoninë tënde me Zotin në përditshmërinë tënde, në mëngjes, në drekë, në darkë, kur ti flek, kur ti punon, kur ti çlodhesh, kur ti shkon në plazh dhe kudo. Në qoftë se ti do që të shijosh këtë harmoni me Perëndin, zgjidh që të marrësh maksimumin prej tij. Edhe diçka, Zoti nuk kursehet as edhe një herë. Zoti nuk kursehet as edhe një herë në bekimet më të mëdha që do të t'jap ty.
As edhe njëherë, në qoftë se ai qëndron aty përpara teje dhe është duke thënë, unë do të t'jap këtë, vetëm mere, mos e zgjidh këtë tjetrën, sepse unë e di që nuk është aq mirë për jetën tënde, por zgjidh këtë që unë po të ofroj. Edhe kur ju duhet fort të luftoni kundër mishit tuaj, zgjidhni atë që Perëndia ka për secilin prej jush, sepse është më e mira për ju. Në qoftë se mendja juaj çdo ditë do të jetë e qëllimshme për të menduar këto gjëra. Në shkollë, në klasë, në punë, kudo ku jeni, kudo ku ndodheni, në shtëpi, shtrirë, duke parë televizor, duke lexuar një libër. Në qoftë se mendja juaj në mënyrë të vazhdueshme kërkon qëllimisht të mendoj gjëra që janë të mira, të pastra, të ndershme, virtyt, me famë të mirë, të gjitha këto ju do të shikoni që ju do të kënaqeni me bekimet që Perëndia ka për secilin prej jush. Edhe kush nga ju nuk e do këtë? As edhe një. As edhe një nuk do të thoshte, unë nuk dua atë që Zoti ka për mua për shkak se nuk është më e mira për mua. Jo. Të paktën një gjë ne jemi të gjithë dakord. Ne duam më të mirën për veten tonë dhe duam më të mirën që Perëndia ka për ne. Nëse ti do këtë, po si arrihet ky varg? Është ndër vargjet më sfidues në Bibël. Përgjatë gjithë, e dini që mendja e njeriu gjeneron rreth 42.000 mendime në ditë. Sa prej tyre janë mendime për gjëra të drejta, të mira, të pastra, të ndershme, edhe për gjëra që janë me virtyt. Nuk e bëni dot në forcën tuaj, as nuk e bëjmë dot në forcën tonë. Duke qëndruar në përditshmërinë tonë në Krishtin, ashtu si për çdo tundim vjen në jetën tonë, ashtu nga Zoti vjen edhe një rrugdalje. Le të lutemi. Zoti, unë t'jam mirënjohës shumë për gjithë çka ne marrim prej teje dhe mësojmë për fjalës tënde. Zoti, unë t'jam mirënjohës kur ne jemi fitimtar në sfida të ndryshme. Dhe Zoti, unë t'jam mirënjohës teksa ne shohim edhe kuptojmë se cili është vullneti ynë për jetën tonë. Unë të lutem që në përditshmërinë tonë ne do të mësojmë që të jemi të shenjtë sepse ti je i shenjtë. Unë të lutem Perëndi që ne do të ndërtojmë beton mbi beton edhe jo beton mbi dru. Unë të lutem Zot që ne do të kujdesemi për veten tonë edhe për njëri tjetrin për të përfituar maksimumin e bekimeve të tua, Zot. Unë të lutem që ne do të jetojmë me sy të hapur për të qenë ndikim për mbretërinë tënde dhe për të kuptuar qartazi se çfarë ti do që ne të bëjmë, Zot. Dhe unë nuk lutem vetëm për një çështje të thjesht teknike, Zot, por unë të lutem për një pastërti që është një virtyt. Që është një virtyt për të mburrur, por që edhe ka shërim në ty, Zot. Unë të lutem edhe e di që ti restauron, Zot. Ti restauron të thyerit edhe ti shëron të plagosurit, Zot. Unë të lutem Perëndi në këtë kohë, në këtë ditë, në këtë mbrëmje, që jo thjesht kemi dëgjuar disa rregulla, por që kemi dëgjuar se cili është vullneti yt, Zot, për jetën tonë. Dhe unë të lutem Perëndi që ne do të kuptojmë dita ditës se si ti jetojmë në shenjtërinë tënde, Zot. Dhe se si ti jemi të shenjtë sepse ti je i shenjtë. Zot, na mbro, na ruaj dhe mbi të gjitha kaq shumë mirënjohës ti jemi që je gjithmonë gati për të na ndihmuar, Zot. Dhe nuk ka asnjë vështirësi në jetën tonë për të cilët ti nuk na ke dhënë një rrugdalje. Edhe kjo është fitoria për ne sot, Zot. Sepse ti na ke dhënë rrugdalje për mëkatet tona edhe për vdekjen tonë. Përmes vdekjes tënde në kryq, ti na ke shpëtuar. Ti u derdhe si një ofrim dhe ti u kryqëzove dhe me gjakun tënd pastër ne kemi fituar falje, Zot. Unë të lutem që ne do të dorëzohemi sot nëse është për herë të parë për të thënë Jezus, unë dua të jetoj me ty, që të mund të jetoj një jetë në plotësi me ty, sipas vullnetit tënd. Në emrin e Jezusit të lutem.
Si shtri